Dhoma e Avokatisë së Korçës ka njoftuar se për 2 ditë radhazi do të bojkotojë të gjitha seancat gjyqësore që zhvillohen në gjykatën e Juglindjes në shenjë proteste dhe solidariteti pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja. Ky vendim është marrë nga drejtuesit e dhomës, të cilët theksojnë se ngjarja e rëndë ka tronditur themelet e sistemit të drejtësisë dhe ka rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve në ushtrimin e detyrës. Sipas burimeve, pranë kësaj dhome përjashtohen nga bojkoti dhe do të bëjnë vetëm seancat për dhënien e masave të sigurisë, për të mos penguar funksionimin minimal të sistemit dhe respektimin e afateve ligjore. Avokatët korçar i kanë mbërthirë institucioneve të drejtësisë dhe organeve të sigurisë që të rishikojnë me urgjencë masat e mbrojtjes për përfaqësuesit e sistemit gjyqësor në mënyrë që të garantohet ushtrimi i detyrës pa frikë dhe pa presion. Ky reagim i dhomës së Avokatisë së Korçës vjen pas një serie deklaratash dhe protestash simbolike në të gjithë vendin pas ngjarjes tragjike që ka tronditur thellë trupën gjyqësore dhe opinionin publik.